Prej ati njeriu mu duk të kavaja parajs. Gruaja pa burrin jeton pa kuptim si ajo, që ka shumë e vështirë. Po s'mua më këta, që kur ka del burri. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim, unë do shkoj në qytetin e Kavajës, do të hap dritaren për një 72 vjeçare me emrin Xhevaire Arapi, e cila do denoncoj një problem madhor që ka me komshin e saj. Por përveç këtij problemi madhor, kjo 72 vjeçare ka humbur nga kjo jetë edhe bashkëshortin dhe dhimbja është e dyfisht, ku në këto 5 vitet e fundit jeton e vetme dhe e ndjen mungesën e tij. Do e hap dritaren për ta dëgjuar me vëmendje denoncimin dhe rrëfimin pjesë nga jeta e saj e kësaj 72 vjeçare me emrin Xhevaire Arapi, kështu që e përshëndes me njëherë. Xhevaire, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, unë tash jam në Kavaj, po nuk flas nga Kavaja. Zemër, sa vjeç je? Unë jam 72 vjeçë, po e kam vështirë ta tregoj çik moshën se vje keq kur e tregoj. Je shumë e re, je e re. 72 vjeç je e re për të menduar fundin. Që kur ka del burri, jeton koto deta, po e pate të qoq maje, puta dhe të ditë është të goje fort se gruaja pa burrin, që ka e kot, jeta pa kuptim, jeton pa kuptim si ajo, edhe thuj, që jo jem së misa do në po burri kështu, po ta kështë di që ishe ka që i dhe si shavar të fare. Tek e thonë, po nuk që ka që fëmime, se nuk du t'i stresonë. Këto 5 vite që... Përjetoj shumë keq edhe atë, se u lash dursin dhe edhe Kavaj vetë për atë njëri si ka qenë një përkrym. Ka qenë stomatolog burime, po njëri i përkrym. 1 metë s'ka pas. 1 metë, ja të pysësh Kavaj se kush ka qenë burim. E dashur Xhevaire, këto 5... Të njerëz dhe një liqe si merte, si pranote, një kupon në hoxha. Një liqe nuk i merte. Ajt njeri unë eshëm ka qenë ai. Ka përru gjithmonë në gjegje, doli pension, për ne u vra shpirtnisht direkt infraktira, sepse shokët e vetë villshin degla dhe blen kabinet dentar e ushtu profesionin kur u bokër këtë dhimi sistemit, a i nuk e ushtu profesionin dhe janë direkt para infrakt edhe që atëherë a i u dëmtu komplet dhe i sa vdiq. Shumë. Se ka du shumë rënd familjarisht Covidin. Shumë rënd. Shumë familjarisht. Ka që një periudhe vështirë ku shumë... E dashur Xhevaire, me sa kuptova, këto 5 vite pa bashkëshortin kanë qenë të vështira për ty dhe akoma nuk ja abjentuar e vetme. Nuk abjentuar, më e kam të madhe shumë. E dashur, shumë. Të them diçka. Unë jam shumë herë më e vogël në moshë se ty. E kam bashkëshortin, nuk i dihet të ardhmes time, do i ki unë para apo ai pas meje. Por e ka shumë e vështirë. Aktualisht, unë kam mami vetëm, edhe unë kam 10 muaj që i kam humbur babin nga kjo jetë, dhe kam mami vetëm, e shikoj që dhe ajo e përjeton. E përjeton, dhe që? Por, ajo ka mbledhur forcat. Ne fëmijët i kemi folur që kjo është jeta dhe duhet të pranojmë edhe humbjet. Po, deta, unë nuk kam gocë, edhe nuk kam e që ta heq një mërzitje, një stres, unë kam cunat i kam shumë të mirë të edukuar sjellshëm, po nuk kam muhabet edhe nuk i stresoj dot se kam problemet e veta, nuk i stresoj dot. Dhe je vetme dhe dhimbje nuk e me këta ndash? S'kam fare. Se edhe disa hera them se jetë është kjo të hudhe nga balkoni. Jo. Të kështu thot disa hera. Xhevaire, të lutem. Të ati burit thot kështu thot me nga disa hera, nuk e di e unë komplet. Xhevaire. Shumë keq. Se nuk po jetoj as atje në shtëpi, se atje ka matër për shembull dhe heqi mërzitje shkoj se edhe unë kam vdek mama, baba pas e po, kam vdek dhe një vlla. Edhe kështu që kam matër të paktën e heqi mërzitje, por ku të jetoj, ku të shkoj atje? Xhevaire. Mos i mendo këto gjëra se jeta është e shenjtë. Na i ka dhënë ai lart dhe do na i marrë ai lart. Po. Mos haro. Ke nipër dhe mbesa?
Kam vetëm një çunin e çunit, mesa nuk kam. Vetëm gatën e vllajt po e kam atje Durrës, gjithë njerëzit. Por nipi jeton në Shqipëri apo në Itali? Këtu. Po mirë, ti pas ke një gëzim, një lumturi që kujdesesh ti për nipin. Po. Unë e kam rritur pak. Pa ai ti jep jetës ty. Po, më jep nuk diskutoj, nuk e ke idenë, mos thënë që du më shumë se ka nevojë të mi se e kam rritë vetë, po kishe qeni që gosë me hitë i qikë vërzitja. Po prap jam e këllum të që e kam. Po mirë që keni familje që vetëm djem lindni, edhe ti dy djem dhe fëmijët djem, por prap të pak të një pjesë të mirë të kohës e zë me nipin, për të kaluar këtë dhimbje, për të ambientuar, për të mësuar humbjen e bashkëshortit dhe për të bërë efort, sepse janë dhe 2 fëmijë të tjerë që duan ta kenë nënën aty. Po me Odeta, po hajde mësuj mu. Prandaj të themi, jepi pak forca vetes, stakoje trurin, jepi forca vetes, jeta është më e shenjtë, shëndeti, trupi jon, jeta jon, lumturia jon, mirëqenia jon, është gjëja më e shenjtë përpara gjithçkaje. Kështu që mendo pak për veten tënde. Ashtu është, hajde mësuj mu që e ka të madhe shumë. Paga së më ka ikë, ajo nuk pikë, por kuna zim hyma tepër. Xhefaire, bashorti sa vjeç vdiq? 79 vjeç. 79 vjeç. Po. Ka jetuar, mendoj që ai ka jetuar, u bë baba, u bë gjysh, ti ke qenë pranë ti, keni qenë të lumtur, i ke dhuruar dashuri, i ke dhuruar 2 fëmijë. Mendoj që ai ka shkuar atje lart i lumtur, dhe ti je këtu në tokë për të vazhduar jetën dhe për të qenë e lumtur. Pa atë jam kot, Odeta, jam kot pa atë. Pa atë jam kot, Odeta. Jo, këtë mami takë, po të ka ty ajo për ne, po të kishe gjithë quna, sa të madhe ta kishte ajo. Mos mi që t'ja me mirë. Por gjithsesi jepi pak forca vetes dhe mos më thuaj që pa atë nuk jetoj dot. E kuptoj që dhimbja është e madhe. Nuk jetoj dot, Odeta, kam shumë vështirë, nuk e di pse. Gjithë shumë thoshte dhe kur dalë pazar që më shofin shoqet me lotë në sytë, kur shapat e pazar, në plasë do deshe në vjetë e tur për rrugës, dhe fshi, bile i ditë e dje par dje i shoqja ime për shifre për dilqa nga poliklinika se shkova për të matë të mëzore dhe për këtë skoliozën atje dhe për ilaqët, edhe qa ke kumë njofti, qa ke në thamu, o ke pati mu në plasën e me jërë, o kështë të butala që për që dhe vetë, më së bëgë shumë thamu, e ti si e bo dhe ishe nëzi, që këtu e këtu ishe nëzi. S'ke fajti thosht se ti e ke i gosë e heqë mëzike, bune që ta heqë mëzike, e që ta heqë mëzike. E dashur Xhefaire, ju keni jetuar shumë vite bashkë dhe sigurisht një jetë të tërë e ke ndarë me të ndjerin, me bashortin tënd. E kuptoj që dhimbja është e madhe, por mundohu të dalësh, të shëtisësh, të dalësh me mikeshat e tua të pish një kafe buzdetit, mundohu që dhimbje ta kthesh në forcë. Dhe të mos dorëzohesh, nuk je as e para as e fundit. Në jetë ne vim dhe ikim, kjo jetë është kalimtare. Këtë gjë duhet ta pranojmë, nuk i shpëtojmë dot vdekjes. Gjithçka e mund t'i shpëtojmë në jetë, vetëm vdekjes nuk i shpëtojmë dot. Jo, nuk i shpëtojmë dot, po se mendoj që kështu Odeta, vetëm kështu nuk e mendoj që jeton, nuk e di, jeton kon kot fare, kuptius, pasa kuptimi jeta. Mami mos kësha fare, i këshu ka si hajere dhe të tene se më bje, mami mos këshelemi, mami mos këshele fare. Xhefaire, por ato gra që ju vdes bashorti dhe i lënë në moshë të re nga 30 vjeç, 40 vjeç. Jo, unë i kësha rëpun jetë, të shurë ti. Jo, ato e kanë vazhduar jetën dhe janë bërë të forta, dhimbjen e kanë kthyer në forcë, të paktën ti kalove një jetë të tërë me të. Mendo edhe anën pozitive të gjës. Që se doj që ka vajë, unë ka vajë nuk visha kur, unë qashe kur visha dhe këta e të një këtu disa jara dhe qashe se që do iki nuk rritam. Po, prej ati njëri ju mu duk të ka vaja parajs. Drejt me thonë. E ke dashur shumë? Shumë. Me dashuri jeni njohur? Një ashtu gjys për gjys. Shumë, ka qenë njeri për skrumë, Odeta ka qenë shumë njeri u mirë. Një gjomongët nuk ishte. Por ja, një gjomongët. A i të kalon kujtime kaq të bukura, që ti ke në mendje, në zemrën tënde dhe nuk do i harrosh kurrë. Për ne nuk e harroj dhe e përjetoj keq shumë, vetëm nga kjo.
Ndoshta mos kishte qenë ashtu, ndoshta dhe s'mund të vë prap, që ka shumë e vështirë. Kudo që shkon, duke ke autoritetin më, duke që ke qenë, shifësh me sy tjetër me fjalë që po të tisha me burin, shkosha der, do gjesha në një zgjidhje, ku se kështu hamit. Por mos Pa burës që puna më do me këta. Kupton, jo vetëm për mua, po edhe për tjerët. Mos e mendo kështu. Mos e mendo kështu dhe nëse është kështu mos mendo çfarë thot bota. Shiko veten tënde, shpirtin tënd, mbaje në zemër me kujtimet e bukura që ai të ka lënë dhe gjej forcën për ta përballuar këtë dhimbje dhe për ta pranuar humbjen e tij. Se kjo dhimbja shtëpisë, dhimbja fëmijëve po smua, po këta. Gjithë kështu thonë gjene kujdes se paralizosh, edhe nuk ka kushtuar shërbim, thonë. Po thonë, se vetëm televizionin thuaj sidomos emisionin ta që jetë në 4, unë vlej çdo punë. Pa gjurmin, emisionin. Mirë. Nuk po përvetare, ty edhe për shpirtin që ke ty bravo të qoftë që punon me hakikat, ta nuk përzit për hadhët dhe problemet e njerëzve. Bravo të qoftë, se dhe tjetëri që vjen ka një hadhë. Patjetër, çdo kush që vjen ka një hall për të Ka probleme dhe i ka vonë fund jetës, se kështu nuk e di, një kështu më ka thonë menja, i shkofsha burit atje. Jo, të lutem, jo këto mesazhe sepse të pidi qka i themu, po në shpirti ndoshta, ose të më nga balkoni, po banat, ku do t'i lej fëmijët, pranë s'përë në zoti atje, ku do t'i lej fëmijët, to ka nevojë për mu për shërbim. Të lutem, të flas si nënën time, mos i mendo më këto gjëra, të lutem. Po, gjithë të halë, gjithë të stresën jo deta. Të lutem, gjithçka është si e perceptojmë ne në tru. Nëse ne arrim që të perceptojmë ndryshe gjërat, më të lumtur, mendo ndryshe. Mendo ndryshe dhe gjithçka do zgjidhet. Po, sepse kjo shtëpia është e çunit. Unë nuk ri dot ke shtëpia Durrësit, se bashkë familje kam me djalin që kam Itali dhe shtëpia është i atij. Kupton? Edhe ri bashkë aty në Durrës. Po çunin e kam të divorcuar, edhe të shi për të shi. Pa mu rregullu, pa mu heq ajo sanduiçi atje, ajo pa u prish si quhet se na kalon Covid-i objekti, unë nuk shkoj dot odeta sepse më hypi dhe mbjellin. E dashur Xhevaire, do ndalemi këtu sepse ti më dërgove një mesazh dhe kërkon të denoncosh një problem që të ka ndodhur me shtëpinë tënde në Durrës. Po. Çfarë ka ndodhur konkretisht? E ke konfliktin me fqinjin, me komshin? Po, me komshin poshtë. Është nga fshatët e Lushës dhe ka bledhon me guzhik e kati parë, i palatit. Në çfarë lagje të Durrësit? Lagja nr. 6, rruga Joxhin Guza. Po? Unë atje banoj odeta në katë dytë. Ky është në katë parë. Përpara këtij ka qenë një familje tjetër korçare, por shumë edukuar, shumë me vërtet janë me edukat me kulturë. Absolutisht asgjë nuk bën. Fare. Erdhi ky nga ne, se i qepën dhe bovja ta peshku, përfitoj nga rasti se unë kam pas me shumë probleme bullin. Edhe më diq nga Covid-i, shpezuni shumë se ka qenë me zemër i operuar me aparatat pestegër, nuk i shkonte mirë sepse kur e operuan, doktorët ja vënë zemrën tavolinë dhe i thonë çuni dëgjoj. Ky është i marrur ke zemra. Po ne do bëjmë tonën, do t'i vëmë aparatin. Atë ka dorë Zoti, thonë mos ani edhe kaq. Edhe përfitoj nga rasti që ne rishim po në Itali, nuk rishim këtu në Shqipëri, flasalitetin si fëmijë teme, pa rrena, komplet kështu siç është. Ai përfitoj nga rasti, korruptoi të fuqishmën e lagjës, kryetarin që është u shkarku, se unë nuk kam dhënë televizor pa fol, pa e thonë të gjo me emra, mirë po njeriu e mirë ku se don, po tishin e vajshin. I shkarkun kryetarin e njësisë administrative të radios numër 6 edhe në kryetarin Lutfi Dervishi dhe Ilir Grecin, shkarkun edhe Dorian Memën, inspektorin e IVT-s edhe kryeinspektorin dhe inspektorin, kështu që këto korruptoi ai. Edhe Elvis Pengilin ke kadastra. Vetëm këto ka korruptuar nga kjo, edhe po pas ka korruptuar shumë njerëz, ai njerëzit më të rëndësishëm në ato kohë në Durrës. Sa që ky thotë këtë ndërtim thotë i shko ku dushte se prisha si dirama se unë kam dhënë shumë lek për to. Do ta shohim do prishet apo do prishet. Ndalemi pak dhe ma trego. Ai ka bërë një ndërtim pa leje.
Po, ka bo një objekt pa leje dhe e ka mullu, po pa leje. Unë e kam faktuar, ka themun, se edhe e ka mullu me sanduiqe. Po sanduiqe është e trashë, me thonë është e mushme. Edhe e ka është me se ke muri, po ajo ka shumë peshë që ma do të tonë shpinë komplet. Edhe murin, se subatimi i hollë është i murit, edhe ka bo 10 metra gjatë, se unë kam 3 dhoma guzhina tjetër dhe vjanë nga balkoni deri në fund pengjere, se kam 4 pengjere, është sanduiqja e vume që unë nuk lëviz dot, nuk shkoj dot atje, sepse më vjedhin, hypin aty kollaj fare dhe vjedhin, e para, e dyta. Banjot, një apartamentet i kam banjot mrenë, apo jo? E qartë, mrenë. Që është hapësirë publike që thotë Edi Rama, edhe ashtu është. Është opori pallatit që ne jetojmë komunitet hapësirë publike. Po, është e përbashkët për komunitetin. Është e përbashkët. Unë kam blerë 3 dhoma kuzhinë, motra ime po në pallat 3 dhoma kuzhinë dhe garazh, edhe vlla im po në atë pallat se është në lagjen e mamës teme kur kam qenë gocë, edhe mama ime blej këtu të qenë mama se jemi gjithë bashkë, edhe blem. Vlla im ka blej 4 dhoma kuzhinë, kështu që ne jemi 3 pjesëtaqe, më tepër kemi nisë sipërfaqe se kanë gjitha pallati. Bëhet fjalë për pallat të ri, të ndërtuar. Po, sot e 20 vjet ka i pallati, po pallati i ri është. Po. Edhe plus asaj, prishi banjon mre, unë nuk e disha, po kur u bloku, më thirri, thash unë prishi banjon mre në apartamentit, e bo një dhomë gjumi, edhe ka ndërtu banjo tjetër që djeli jashtë në falë, për daj boje, për të laje, për një gjithë, për dush, po është balkonit tjetë, kjo bori pallatit. Ku ka bova kjo të ta? Si ka bova kjo? E pas ka këtyrë shtëpi privata i aty? Po, komplet, ku jetohet aty? E para dhe e dyta, komplet, edhe ka bo banjon, apo jashtë, po të shqipës ma e madhja, u bloku puseta, po të shështë këshu që se nuk disha gjo fare që kështë e bo banjon, kam shtonë, u habita ku e mora vesh, u bloku puseta, mirë po, se i ka prish drejtimin e pusetës, ato kohët që të projektu nga arkitekti një lojnë, e kupton? Ky ka lëviz nga turbacionet e ujtit, edhe u bloku, sa s'kishin hudh njerëzit e hapi, ky është blokoj po qa. Garaj di më falë për shpejnë është mush me fekale plot, lagja u mush plot me fekale, njuftum urgjent ato të komunalës edhe në shpaklu. Pse o të kështu do vuju, unë i kam be me djerzvalli. Nësë ka pageria po shpia. Dalemi pak, e dashur Xhevaire, këto ndërtime, çfarë viti i ka bërë ai? Këto ndërtime çfarë viti ka bërë? Po, Odeta, unë me burin po ta them këtë gjë, sepse në vitin 2019, në nëntorin e vitit 2019, që Rai Tërmeti i Madh, doli ligji që jo vetëm ndërtim nuk do bëhet shtesë dhe nuk t'jep leje me askush, por edhe rregullime brenda shtëpisë duhet me një leje të posaçme nga bashkia që të bëhet kjo gjë. Dhe sidomos Durrësi, që ishte qyteti më i prekur nga Tërmeti. Ai kur i ka bërë këto ndërtime? Pas 2019-s? Odeta me të rejtë, jo më përpara, sepse unë kam kohë që vujsha me buri dhe risha në Itali. Nuk e di nuk e vajmen, me të rejtë, nuk të rejtë dot, du të theme eksakt, nuk e vajmen. Ky thot e kam bërë dërtu 2008, këse ka dërtu se ka qenë një korçar aty. Ka qenë një korçar, ta më me kulturë. As një veprim nuk bëvi, korçari. Sa erdhi ky edhe me paramendim nga nej, se si duket kështu ka bolla nej lushje dhe nuk e ka pranuar, edhe ndërtoi tuke unë, se nuk ishim aty, se po kishim aty do ndërtontaj, po se lete gjatë tekstunim dhe ne, po kur gjatë botë, po si të shkatoj shpinu, e ku pse ai një çunë ka, nuk është gjënet keqe, ti nuk e di ta fat madhe, çunë ka në Amerikë, një ka në Itali, këtë tjetri po e përgatit me çuke vëllezit, pse do ta bote dhomën e gjumit të banjo dhom gjumi, po s'lejohet, se janë tubacionet e përbashkëta, si lejohet ajo? Si ku jemi në kohën e qemotit përpara që u bëshin më falë për shprehjen banjot në bordh edhe në sallon dhe gjithë futi. Jo, nuk prishet planimetria pallatit Odeta, se ne nuk mund të zgjidhë oborri i pallatit dhe ai të ndërtojë si do qefi. Po pra, është gjinop, pse kështu bëhet, edhe të bojnë në shvetë dhe të japin të drejtë atij. Jo, është dhënë në shvetë më thot vetaj. Kjo nuk e prish as Edi Rama se unë kam marrë shumë lek. Vetëm një skualifikim ke Jo, po tholi Edi Rama që nuk e njoh legalizimin ke ndërtimet pa leje, gjithashtu nuk e njoh legalizimin dhe ndërtimet pa leje ndërtuan në oborr hapësirën e përbashkët të pallatit në top të komunitetit edhe publikut. Ka thonë shumë, se kemi ngjuar gjithë. Po, patjetër. Dhe nisi një aksion vjeshtën prishjen
e gjithë ndërtimeve që kishin zënë hapësirat publike. Shkova ke i më toja, jo të mu sepse aje ka futë thonë në legalizim, si futët legalizim e ke gjuhë kryeministin, ajo i herë nuk e ka pronë Adrian Turku, nuk e ka pronë private të të zhgojnë as nga jate, as nga Roma. Ajo është palat, jeton në komunitet, është hapësi publike, është palat jonë që e kemi blinë me 34 orë. Si ka mundësi të shumë të kustim atje në legalizim? Dhe që është do t'i paleje, që është paleje, po nuk lejohet. Nuk lejohet, së është në vendin e gabur, nuk e ka privat. A i mu të qote legalizim, ku ta kishe pronë private, thështë, jo ke mund të dojmë në shpinë, thështë, si që ka kjo dhe shtetin. Edhe, po s'ko kualifikot, a e thë ne e prishim vend, ku shkova ke i këmëtoja, ke shkukot atje, thë. Po të skualifikot, thë, në vetë, ne e prishim qa ka bëha, i thë, dhe të këtë botë qatë dit, nuk du me ditë fare, thë, se nuk lejohet, si e pasat nuk du banjo në aty, si e pasat leju, këto thë që të doj banjo në aty. Si e pasë leju se është antigjenike mi o detar. A i dhe në banjo, më falë për shprejën, se s'na lekam unë i morerën, se që i binë se ka pëngjerën aty a i, banjo botë dhe pëngjerën, apo jo. Në ratër me ti, unë mu bloku dera shpisë, sa që ishim ne. Se jetoj se kisha burin gjallë, me që më diqë burin, unë du t'jetoj kam fryt, se nuk jetoj do të se mi bjellën bjellin, 60 cm është poshtë pëngjerëve të mirë sanduiqja. E mullu e me sanduiqja, jo, 10 metra e gjatë. Nga balkoni deri në fund, vetëm një pjesë e pallati që nuk është e zanme, do me thonë e murit, komplet murim është me sanduiqën, dhe që blokim ajri herë, që s'mar do të frym, që vjera peshkut për vera ty është një të merë, o zotë, falë për shpej, si që qelë më të peshku identike për dhe është i nejtëm, ashtu vjera, sepse a i edhe arnon rjetët e peshkut kur i grisën peshkatarve, edhe bëm të reja, një për rjetët e peshkut kur hynë det, ka kryp edhe ma jo djodeti, ma erdeti, e kupton me erdeti. A i është peshkatar dhe shfrytëzon atë ndërtimin për... Po, edhe dashi pa dashi rretët majnë erë, po qëta kësi atë ka mund? A do në punoja i po, punoj t'i qërë me qëra, Allah dhe apo zoti miliarder u bos, jo më do mintem, apo së shu, a i ka dhe garasht, ka dhe garasht të shi, të punoj garajin e vetë. E dhe në tjere të punoj garajin e vetë, se ka garashin e ka blej, ja blej nuk e disë nuk ja blej një që është anglit duket. Po të bëj ke garajin vetë. Jo, deta, blokohet puseta mu mushët garajin në delja shpërdorimi gjithë fekade. Të gjithë fekade është anti-higjenike. është epidemie para, rrezik epidemie dhe para rrezikon themelët, sepse garazhim është brenda themelëve të pallatit. Edhe rrezikon themelët e pallatit. Po kanë dhënë dirës me zemra ime, mos ka fal njëri atë shtëpi, e ka veçuar me parë gjaku. Është gjënof. Të besoj. Ti të shpërdoroj shtëpinë me mua në apartament? A i është shpi private që ta bëjë si mas shqipit, kush ja do drejtën? Se e edhe korupcioni, është deta korupcioni, unë i kam dokumentët, korupcioni papam. Nuk kam lënë letër pa bo, nuk kam shkova në bashki bëna 2 letra dhe në pru përgjigjën, po e shok është në shqyrtim. Kurse është në shqyrtim e dokument, se dhe dhunë ato të të më tësë. Kur qova letën tjetër, do shqyrtohet, po të shi. Ti me i letën të thuj që në i përgjigje tu është në shqyrtim. Kurse në përgjigje tjetë të thot do shqyrtohet. E që korupcioni është nuk kanë fëtyu me japrish. A që pare kanë mora ato që nuk kanë sugat me japrish. Dhe për shumë i që e denonconë dhe bën publike këtë rast, sepse është skandalë, po janë çuditëra shqiptare. Në Shqipëri qa nuk ndodh. Dhe kjo është të mërshme. Po të shkosh atje, nuk e hap derën, se ka frikë se i del banjo direkt, nuk hap dera i, as telefon nuk nërin, edhe ku një gjohë, dhe ta. Se unë fakt, se këto me të tjera, unë kam besim shumë ke ju, që do ma boni që unë i deni në fund, sepse do ma sfali, vetëm të du nga ju, ma boni duat një për njerë shumë, se po t'ja që i këmëtos, ajo prishët në vendë, si do mos këto që po prishët në komplet. Ne prandaj të dyja jemi në këtë live, që zëri jo të dëgjohet, dhe ky rast të merret masa, sepse është, nuk e di, unë është skandal, të zësh oborrin e pallatit, të ndërtosh dhomë gjumi, të ndërtosh banjë, të zësh oborrin e pallatit. Të dali banjo nga apartamenti për jashtë pallat, së shpame në i vend, asnjë pallat, së lagja jonës me gjithë pallate. Po hapsi, po asnjë pallat nuk ka banjo për jashtë. Si s'pjegohet kështu? Kush ja do këtë drejtë atij? Ku dhe jo dali banjo, përfitoj pra se nuk kemi qenë këtu ne. Dalemi pak. Ti ke qenë e dashur Xhevaire me të ndjerin me burrin në Itali se kishte probleme me shëndetin. Ai gjatë kësaj kohe e ka ndërtuar?
Po mirë. Kemi qenë në Itali ka ndërtu Odeta, po kur qenë atje, po sa lejshon, sa po ta lej, nuk ka ftymë me kërku. Po kush e lin balon për jashtë? Edhe kush e lin sanduiçin ke penxhera ime që ka blloku komplet me peshku? Po se lej njëri në zemra ime, kush të lej? Po se lisha gjallë kur në botë. E qartë, sepse ti je në katin e dytë je si për ti dhe gjithçka le të themi të dëmi të bëhet ty më së shumti se sa banorët e tjerë që jetojnë në katet më lartë. Më bëhet komplet mu. Banorët e tjerë si, por unë jam ka dytë, në ka tretë është një nga Anglia, arrim po në Angli, në katë katër është vllai im. Po mirë, pallati ka shumë hyrje. Askush nuk e denoncoi në atë kohë në polici kur ai nisi të ndërtonte, se nuk është normale tani se dikush të pallatin tim ku jetoj unë, të më zëro oborrin ku luan fëmia, e para jam unë që e denoncoj, le të jem dhe në katin e fundit. Jo, nuk denoncoj asnjë se ai është një mashtrues, një poshtër që sta me mendja e disja bëjmë se më thonë të halle. Për i kalamojve të vlajt, se të që kalamojve të vlajt dagje në halle, unë thotë dagje halle, ku të dhe muhe më të sene. E disi mashtërën të thujtë të sante, o të keqën vlajt ty, do një bidon vojuzini, do një kile peshk, nuk flista asnjë. Vetëm unë se doni ma ka bo mua, i nuk e ka bo tjerve. Po mirë, tani... Ai, zotë, se obori o në deta ka edhe kështu obor, du me thonë, edhe kështu, edhe komplet përballë. Mi po i ka zonë atë oborin ke pjesa ime. Po si e zuni, tu habitëshe. 20 metra gjatë sa është pallati, se 10 metra është ajo, po ka 10 metra tjera që e liruun, se i motoja dhe e liroj, erdhin komplet me hekra Simburg, e sigurume si e blindume me një derë shine, që e hapte kollaj. Nuk u të mere kur i bishim zilës me 2 kamera, po me 2 kamera, se ka lekt modë të se ka qitë pare, se me 610 peshku. Edhe me kamera, edhe i patë bloku komplet, kur i bishim zilës nuk e shifshim kur hapte derën. Që që hapte derën, i thëshim ne, nuk e shifshim. Aqë shumë të blindume. Kur shkova ke i më të janë, i sa shkru dhe shu erdhën ato. Unë isha në pengjere, po fajin që nuk zbita poshtë, po faqë do po gjurë zdje dhe do malin. Edhe tha, ka arë zonja shtanë ku, tha Pilonja. Po thaj, po, si e ke ndërtu ti këtë, tha? Po jo e ndërtu, me e piqik dokumentin e, tha? Jo, s'kam dokumentin. Po si e ndërtu veti, sa kjo është ndërtim pa leje? Jo, po, shko ke lirë, i lirë në rejtë, tha, bisedo me ate. S'kam punë e liri, më tha, unë kam punën te, më unë punën i më të, tha, liri është kuetar komune. Vetëm që nuk disha ta inqizojsha me telefon, nuk e di telefonin që ta fiksojsha, po. Edhe nuk e di zëra ime, se po ta di unë e kisha bon vend. Edhe... Çfarë ndodhi më pas? Atëherë tha, ti do prishësh nga kjo këtu, edhe këtu, si pas ke bloku gjithë rrugicën gjithë palatit, jo, s'le njëri sa gjithë bërë palatit, nga këtu do ta prishësh. Po qese ajo, po qese ajo do anë kohët, tha, dashe pa dashe do prishim në këtë, dhe heqim buk në gojës. Mirë, tha, prit 1 minutë. Hyni aty se qa i dhonë dorë se qa broni, lek, edhe një ku e ke makinën, tha. Ishe një makinë gri dhe një blu, mere makinën. A i s'foli fare, se që bojshi të sajër, shkoshi dhe vetë, kur shkoshi o më anku, ka shkoshi o shanku, i të pare prapë kë, e ripërtrin të prapë atë e zhru shvetin. Se ato e ka zhvatë, e kultona, po që pa i komun, edhe këshu që të shti, edhe që po një kur shkova unë, se kam dokumentit, komplet që të zbrut, atë e ka fut legalizim në 2000... Një minut, kur e ka fut legalizim. Në 2021 duket. Po. E kam dokumentin të ty, po si sa maj me se... 2021, rrëdhi viti 2021 për legalizim. Por, ndalemi pak, ti po më tërgojnë që sa herë që ti ke bërë denoncime, kanë ardhur institucionet për kace, ky ju ka dhënë para dhe ata kanë heshtur. Kanë heshtur. Ballafaqohem, po të qenë, ku të dushti? Në ato unë ballafaqohem se ato që thënë maj polisi, penale dhe morale janë vërtet atë gjithë, odeta unë nuk thejse, nuk janë fëmijë. E kupton? Është një korrupsion i papam. E da shumë Gjevahire. Sepse du kanë drejta, ato du t'ja prishin në vend me odeta. A leje këti po, një ta mor, një ta prish, apo jam gabim. është kështu. E qartë. Mere prish këte edhe i thona ti mere prishe. Nuk edhi këmëtoja, i mëtoja vetë, po mere prishe ti, me lezepsh. Edhe i hypi me karike, bruni ustajnë e prishi, ato hekët e gjithë i futja për nga rasht, edhe këte tjetër ma e po që se do anko, dhe do da prishim,
se heqim bukën e gomës, lume benin e punës. Ai hoqi vetëm hekurat rrethus dhe ndërtesën nuk e prishi. Jo, fare, vetëm hekër të rrethus. Se bote mu fare ashtu. E kuptonë, se ishë, po them e blindu me si burg. Gjithë o bodi pallatit, kushta jep drejtën ty? Kushta jep drejtën? Të mërshme. I bashtonte mu zemraj. Gjeveri, dua të unë i kam dokumentet. Unë i kam dokumentet aty. Kur e ka fut, edhe përgjigjet që ka dhënë ato, edhe i votoj, e ku diun, i kam gjitha të rregullt aty. Që jam anku dhe në bashki. Ke shkuar kudo, e qartë, e kuptoj. Ke shkuar kudo dhe ja ankuar dhe akoma nuk e marrë një zgjidhje për këtë çështje, por dua të pyes, në momentin që ti u ktheve nga Italia, u habite, kur arrite para pallatit dhe pe ndërtesën. U kthym nga Italia, nëse rishim, e peka të ditunja dhe ikshim prapë se u dotet në kontroll të mjekut, ai nuk duhet u largoheshim. Po. Kupton odeta? E qartë. Po, visha se e kam çunin të i bëshën e shërbim divorcu, edhe kishe një fëmijë. E kuptoj, një fatkeqësi që i ka ndodhur djalit. Mirë, nuk është as i pari as i fundi që divorcohet. As në padashje odeta, do visha se s'bën për 3-4 ditë një javë. E kuptoj dhe ikshim prapë. Ikshim, se do ishin mjekut burim. Po kur ti vije her pas here në Shqipëri dhe peqa ai po ndërtonte, pse nuk denoncove? Jo, ai e kishte ndërtu, kishte marrë punë çdo gjë. Edhe i thon burim. Andian thon, çe ke ndërtu ti thon? Thoj, jo, kujtim thon se është puna jo. Do ma prishësh u gjendisht thon. Le që unë nuk flas dot ose më merr fulla, nuk bllokon ke frymare, nuk rrit aty burim në shtëpi. Për ka të di që vishim, rritë mund ke dalja, i shikte gjithë pallati aty, se nuk u merte nuk u mushte në ajër, se ishe i bloku nga sanduiqja komplet. Një po zemra i blokonte komplet, a i do të ajër, edhe dilte do të lagje në rrugë. Jo do të aprish unë të kujtim, po sketi unë do të aprish, jo do të aprish se s'bëfa. Unë nuk kam kom me umor me ty, se ne ishim atje odeta, se për ta ndërtu, është e kollaj, e ka me nuk të gjoj, për ta prish, s'prishet mos e dy me pare edhe shë vështirë, edhe që ka shumë e vështirë. E ka menu këtë gjë, e ka menu shumë kollaj. E qartë, Xhevairi, në momentin që ti vetë u përballe me komshiun që kishe vite që jetonit aty, çfarë i the dhe çfarë të tha? Edhe i thosh, do ma lesh do ma lesh dhe 2 vjet të paguj mu për mu nga 500.000, mu duke çuditshme, si thosh adjam, ma le dhe 2 vjet të paguj mu për mu nga 500.000. Jo, thosh, unë dajat e pension që kam. Lejon ty të thash, domin e shpisteme thash lejon ty për 500.000, që tu lekët unë e kam bremi milioner të thash, jenë vetë e djabjan, ma prishësh, i tha burim, ta prishësh u gjendisht avjan, tha mos më lofa se me zi po mushëm e pru. Edhe ikshim ne, nuk ishim kontet ati bishim rapa, se po kjo do ishte, unë kam 1 vit që për politë dhe nuk po e prish dot. Pra, ai të ofroi, le të themi 500.000 lekë çdo muaj në formë qiraje, që ti mos të denoncoje dhe ai mos ta prishte atë godin për 2 vite se i duhesh për punët e tij që merrej. Ti e refuzove. Po që du? Unë kam 2 miliona, që më të 500.000 që do të ju shpinë të me? Jo, zërna ime nuk e du. Nuk diskutohet. Njërë të gjithë që bo. Po ka botë shi, bajo dhe ka botë shti shumë, du me thonë, mund të ketë bo, nuk e di odeta, mas ti objektit se mund se s'ka mund vjo se bajo dhe objektit, nuk e di bajo se se kam pa, nuk e kam pa se ka fut ka objekti me, nuk e di. Vetëm ku bloku puseta që e morë vesh, që kishte bërë banjo. Paske bo bajon ti këtu, i forti, bajo këtu për jashtë që thoshën, për njerës bloku puseta. U gjentisht është me ne prishe, nuk prishe të bo kjo punë. Kjo tha, unë e kam bo, dhe nuk e prishe për kurse, unë kam bo paret madhe. Ju sot jeni në konflikt me fshinjin? Konflikt pa tjetër. Pa tjetër, odeta, o konflikt. Në atë shtëpi kush jeton sot, askush? Asnjë se unë jam këtu të që se nuk jetoj do, se unë jetojsha me burin aty. Po? Burin, unë kam fryt të që të flej atje. Pa më prish ajo se kur Rator Meti nga u bloku dera. Nga u bloku dera dhe nuk e hapshim do, se u deformu. Një komshia jo, si për në 4-5, i përna në shoqja në bankë, so kujtim, so të hapun dera. Po nga do jushto, kërë që ka dërtuar djani, so, po si ka mundësi, so kujtimi se janë grillët, po e hapë shive kjo të hapë, kur ka dalë ke dera e hapit me grilla, me gjithë, dhe kishin e grilla, hypi ke sanduiqja a djanit, kollaj se 60 cm po shpengjeret mija, komplet pengjeret. Do me thonë, nga 3 dhoma kuzhin që ka, se pengjeret gjitha dhe i komun, balkon dhe pengjeret, komplet.
Ai hypi edhe hapi. E shikon sa kolla hypët, po hajduti nuk hypët më aty atë, si do fleju aty. E qartë, ke frikë. Po kam fryk, nuk diskuton që kam fryk. Kam fryk shumë bile. Por, Se aty është dhe lagje drogatishë, Gusë huja të ke lagjajon të kalu i bonon vasën e Florinit, palatit si për këtë të kaqë. Por ti të guja usam se puti qafën. mërshme. E qartë, kuptoj, frika jote për të qëndruar e vetme në atë shtëpi, s'do mos që dhe bashkëshortin e ke humbur nga kjo jetë. E para, Geta, të gjithë kato cipër, plena që hudhi, një do të tërgoj se kam gjiru sa kishin unë ke kjo, i kam filmu jo unë, po mora që unë e vaj që i filmoj se unë nuk di fare ke këto gjojna, jam ignorante ke celulari, ka dhu plena që hudhën aty, mickonja, miza, ere qilbët që vjen, kur hapun derën e balkonit, nuk di lutë. Po si, As nuk hapun. komshit që jetojnë më lartë i hedhin plera nga balkoni dhe bien në aty? Po, nuk e sanduiqja, po. Wow. O pse ashtu do jetë në E di qa ere që vjen? E di qa ere? Mickoja madhe, miza madhe nuk hapë dera balkonit. Nuk jetot në shtëpi. Është të mërshme. E qartë, e kuptoj, dhe që në momenti që të ka vdekur bashkëshorti ti e larguar. Po, nuk fritot. Bile do të shofësh po që se unë kam boca meremetime aty në shtëpi që u deshën, është shtëpia rumuj, si që jam plaçkët shumë në shtëpis, nuk shkoj dot se unë jam me skolioz shtullë kurizore. Oh. Edhe bëj një punë dhe ullëm, nuk ka mundësi të punoj si që kam pas punu, bëj një punë dhe ullëm, se kam dhimje, kupton o deta, edhe është puna që unë nuk mund shkoj për ditë dhe të vi, se nuk kam fuqi, rruga më lodh shumë duke ecë. E para dhe e dyta, nuk mund vitot edhe pensioniste, ja? Rruga do në 4.000 lekë shkuarës, se o për të flejtë, sa shtu flejtë do të aty. Shu që asë shpiz kam pasu. Fare. Është rrumu gjithë platët me shpizja. Si që është regullu me gërgjera, me ato ashtu jam me laqë. Pra, prej viti 2020, kur vdiq bashkëshorti, ti je larguar nga ajo shtëpi dhe ke shkuar në Kavaj. Vetëm se shkoj, e shof, e hap edhe vi. E kaq. Dhe më vjen keq të mos jetosh dot në shtëpinë tënde për shkak të këtyre problemeve, është skandal. Por në Kavaj ku jetonte? Shtëpia e djalit tjetër? Djali tjetër, kjo është e këtij çunit, po, e djali tjetër. Kjo shtëpia, kurse ajo është aty. Unë jam bashkë familje, me këte jam i ndam, po jam bashkë familje kam në gjeje civil jam me djalin tjetër, në atë Durrësi. Je me djalin tjetër. Po djali që ka shtëpi në Durrës ku jeton? Uno? Djali që ka shtëpi në Durrës. Itali. A, ka ikur në Itali djali. Jam vetëm bashkë në Itali, po. Dhe ti jeton me djalin tjetër në Kavaj. Po, unë jetoj në Durrës se shtëpia hapët e kupton se ka Jo, e qartë, ajo shtëpia jote, por... Unë për të shtëpi, po. Vetëm që shkoj e hap, me i fjallë kështu edhe e ajros. Po që të ajros është kjesh më të shumë prej plenave. Disa hera i ka dhënë në njërit në i lek që i ka fshia të plenë dhe i ka dhënë për tokë. Dhe unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet Xhevaire, të dëgjojnë dhe institucionet të reagojnë, sepse është një skandal të ndërtosh tualet WC në oborin e pallatit, unë herë e parë që po e dëgjoj. Vish të shofër do shta nuk besohet. Unë i kam parena, hajde të hapitës, do binosh të shofër banjën më lovor, që s'ka po makinë e jere. Nuk ka po makinë, ta blokot kuseta, është e përreshme, odeta, është e përreshme. Blokot kuseta se ka deviju nga tubët tona, të banjove tona, që ka projektu arkitekti se ne kine bedevi gjithë banjot, një drejtim. E qartë. E dashur Xhevaire, ke një mesazh për fëmijën tënd që të ka bërë këtë dëm, sa i vetë është i përfituar, ka përfituar me ato që ka bërë. Ke një mesazh për t'i përcjell? Po, ka mesazh ta prishi urgjentisht se do bëhet nomi odeta, më ka ardhur aty ku s'bano. Edhe unë, se jam edhe smume, që jetoj dhe unë ato ditë që më ka met, se ka dalë burri jo në Xhevaire e ka prisha djatin, jo i ka thonë, do vi ta prishur, do të lodhër vazhdimisht odeta, edhe të zosteni kështë dalë. Do ta pris se zbale ka amanet, se burri të aty do një shpirti. Kështu që unë atë do ta pris se zbale ka amanet, sepse burri vëdiste për atë shpi, për dusi dhe për atë shpi, burri vëdiste. E do të shumë. Dhe mesazhi për ne vëti për e bleu çuni atje se vëdiste për dusi më shoh. Se thotë dalë Begdetit mushë me ajër Xhevaire, këtu ka ajër dusi si do që tjetë, dalë këtu ajërosën. Po, edhe për ne u ajo shpi. Jo, mesazhu në ati, mos e diskuto. Por ka bot kjo. Institucioneve ke një mesazh?
institucionet të punojnë ashtu si është për punu me nëshmi, mos korruptohen, mos mojnë lek, se fusin konflikt njëri me tjetrin, se do bëjmë vetë vrasje, se është puna që ne bëjmë njerëzit me gjyqësi, nga këto padrejtësit. Këto shkojnë në zyrat e shtetit, punojnë me ndërgjegje, mos shkojnë për të vjedhë, edhe për të morë shvet, se për ne paguan, i paguan shteti, janë taksët tona që mori, të punojnë nuk e di. Odeta, nuk kryet asnjë problem. Nosha nuk besohet. Kudo që të shkosh nuk punon. Jam bindur kur kam shku ke Bashkia Durrësit të vishin punonjësët 9:30. Hypshin sinjal që u paraqita dhe ikshin dhe për kafe, hypshin makinë dhe ikshin, unë kam ngel pa mes amiku dhe truni. Harrova rrugën e shtëpisë. Harrova, është turp me dhomë. Gjeta një burr plak, i thash roja kënaqte kom popullore, policia bashkisë u përtypte me çanxhakis. Jo, keqë nëna thash, se e fëmija ime, mos u përtyp sa shtur, më lej një shije tillë të jetë policia bashkia, thash, përfaqëson bashkinë, thash, shtur. Nuk poli pare, nuk i edhe një për nuk poli. Edhe, kur i thash i plak të lutem, i thash, unë do më drejtosh i qitejke muzeum, i thash, u ma rrugën e Durrësit, u ma rrugën e shtëpisë, se u shokova nga bashkia, nuk u punon të pare, apo ti s'ke pa gjo pare, është ma keq, thomu, e të lashëm ti, e të lashëm. Edhe gjithë quna dhe goca të reja, shumë, nuk e kanë ndjenjën e punës. Jam habit, jam shoku. Këto 3 sot nuk e kanë ndjenjën e punës. Me që kam pa, jo. Kryetarja bashkisë nuk pret fare, se të gjithë rrethet pret një herë në javë kryetarja bashkisë duhet presi. Apo s'është kështu? Qytetarët për ankesa dhe problemet. Po ka marrë votën nëpërmjet nesh, zemra ime. Është e detyruar ta presi, se po ne votojmë. Do thojnë, po s'votove nuk e drejt kërkosh drejtën tate, ne votojmë për të kërkuar një drejtë një padrejtësi. Po kështu, unë se kisha provu, s'kisha pas të era. Ashtë era parë. Po mos pa qakur, leqës që arri hallit, se unë jam smur, se vëzdinë, se sa shtu. Të shkuara dhe mos e mendo dhe mos e thuaj që. Faleminderit, po që nuk punohet me këto 3. Xhevaire, miru pafshim. Miru pafshim, pu thot, rrofsh faleminderit shumë, miru pafshim, rrofsh faleminderit shumë, pa të gjitha të mirë, ato zot, gjitha ato, sikur më që një mërzitje, nuk e di. Më vjen mirë që kjo intervistë dikoj të dha energji pozitive. Miru pafshim. Faleminderit shumë, miru pafshim, gjitha të mirë. Po thot, si gotën time, shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite, live ora 10, jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.